7 mrekulli që vetëm nena mund t'i këtë. Një rrëfim për dashurin, fuqin dhe bekimin që quhet nënë. 1. Fuqia e pranisë së nënës. Të ulesh afër nënës tënde për gjysmore është e barabartë me 6 seanca tek psikologu më i mirë. Në një botë plot stres e ankth, shërimi shpesh fshihet në gjërat më të thjeshta, një përqafim, një buzëqeshje, apo në zërin e nënës. Prania e saj është terapi. Trupi dhe shpirti qetësohen, mendimet marrin qartësi dhe çdo shqetësim duket më i vogël. Nëna është qetësia që nuk blihet me para, një psikologe që nuk ka nevojë për diploma. Në çdo frymëmarrje pranë saj, gjen paqen që kërkon gjithë jetën. 2. Lidhja e parë e jetës. Shkencërisht, gjatë kohës sa jeni foshnje dhe nëna ju mban në krah, ajo transmeton tek ju val intimiteti. Nëna është universi i parë që njeh një fëmijë. Kur ajo të mban në krah, zemra jote rreh në ritmin e saj. Trupi yt mëson dashurinë, sigurinë dhe përkatësinë. Këto momente krijojnë bazën e karakterit, të stabilitetit emocional, të aftësisë për të dashur dhe për t'u lidhur me të tjerët. Nëna të jep jo vetëm jetën, por mënyrën si do ta jetosh atë. 3. Instinkti hyjnor i nënës. Nëna është qenia e vetme që posedon sensor parandjenjeje për fatkeqësitë që janë përcaktuar të ndodhin. Nënat ndjejnë përpara se gjërat të ndodhin. Një parandjenjë, një shqetësim i papritur, një thirrje e brendshme që i bën të ndalojnë fëmijën, të këshillojnë, të paralajmërojnë. Është si një dhuratë hyjnore, një intuit që nuk gabon, dhe shumë shpesh, fal asaj ndjenje, jeta e një fëmije ndryshon drejtimin. Mos e neglizho kurrë fjalën e nënës, sepse ajo e di, edhe kur ti se kupton. 4. Dora që shëron. Kur nëna vendos dorën e saj në pjesën e trupit tënd ku ti e ndjen dhimbjen, ajo pjesë nis menjëherë të shërohet. Ka një magji në prekjen e nënës. Një dorë që s'ka nevojë për ilaçe, por mbart dashuri, ngrohtësi dhe shpresë. Kur ajo të prek, trupi qetësohet, fryma stabilizohet dhe dhimbja humbet forcën e saj. Shkenca e pranon. Dashuria e nënës prodhon qetësi biologjike, rigjenerim, energji pozitive. Nëna është ilaçi më i pastër që ekziston. 5. Sakrifica e pashpjegueshme. Nëna është e vetmja që mund ta sakrifikojë jetën e saj në këmbim të jetës tënde, edhe nëse nuk e kërkon nevoja. Në çdo nënë jeton një hero i heshtur. Ajo do të jap gjithçka, pa llogari, pa kushte, vetëm që ti të jesh mirë. Nëse bota do ta kuptonte madhështinë e kësaj sakrifice, çdo nën do të shpallej shenjtore. Ajo është gati të përballojë dhimbjen, urinë, lodhjen, vetëm që fëmia i saj të qesh. Ky është definicioni më i pastër i dashurisë. 6. Lutjet që ndryshojnë fatin. Nëna është ajo që me lutjet e saj mund ta ndërrojë rrjedhën e fatit tënd. Nuk ka forcë më të madhe në botë se lutja e një nëne. Kur ajo lutet, Qilli dëgjon. Në heshtje, me zemër të pastër, ajo kërkon që Zoti të të ruaj, të të udhëheqë, të të mbrojë nga e keqja. 7. Shpirti që të njeh pa fjalë. Nëna është qenia e vetme prej së cilës nuk ke mundësi t'i fshehësh emocionet tua. Ajo të lehtëson në sy, të kupton në heshtje, e ndjen dhimbjen tënde pa pasur nevojë të flasësh. Nëna nuk mashtrohet nga buzëqeshjet false. Ajo sheh për te i tyre. Është lidhje shpirtërore që nuk thyhet as nga koha, as nga distanca, as nga vdekja. Për një nënë, fëmia mbetet gjithmonë fëmijë, edhe kur ai është vetë prind. Mbyllja. Në fund, gjithçka nis dhe mbaron me nënën.
Ajo është rënja e jetës, drita e shpirtit dhe bekimi më i madh që Zoti i ka dhënë njeriut. Zoti i ruajt të gjitha nënat që janë gjallë dhe i mëshiroft të gjitha ato që prehen në paqe.